Një motor i prodhuar në vitin 1937 i ka mbijetuar 3 epokave, luftës së dytë botërore, Shqipërisë komuniste, por edhe asaj të pasviteve 90, fal pasionit dhe përkujdesjes së 65 vjeçarit fjerak Ferman Bendaj. Halim Bendaj, babai i Fermanit, e bleu motorin nga ushtria në vitet 60 dhe që atëherë vijon të jetë pronë ndër breza e familjes. Unë këtë motor e kam kujtim nga babai. Këta janë motorat të luftës, dhe dikur Rusi ja fali shtetit tonë, babai im ka qenë oficer në ato vite, dhe këta motora i ka përdorur shumë kur ka qenë oficer dhe i njifte mirë. Dhe vërtet i kishte ëndër këta motora. Ko që doj që shteti atere i shiti këta motora, me kile me sa më kujtohet që për thoshte babai, dhe një ndër ta e mori babai im nga ata motora që u shitën, që ky motor është edhe sot. Baba im, nga që kishte edhe shumë pasion, nuk e ndau këtë motor deri sa vdiq. 65 vjeçari tregon se duke qenë se automjetet në atë kohë ishin të pakta, ky motor ka shërbyer si mjet argëtimi për të gjithë fëmijët e lagjes, si mjet udhëtimi për familjen veçanërisht gjatë verës, por edhe si ambulancë në raste urgjence. Kjo te fëmijët e lagjes ka qenë gjë e veçantë, sa dëgjoni gjithë fëmijët e lagjes, ishin mosha ime, dëgjoni zërin e motorit që dilte tek pa u afruar tek rruga, thoshon erdhi babi, edhe të gjithë fëmijët linim topin edhe me vrap, shkonim që të hipnin motor. Merrte babai këtu, edhe 10 kalamaq kemi hipur, edhe në formë cirku, si ta them, sa vinë këtu ke dera. Domethënë 100 metrë o bënte qefin të gjithëve. Një komshia jon, shofer punonte dhe ai, duke punuar duke riparuar makinën e vet, ju ndezën duar të shkretit nga që kishte me benzinë, centili korrentit, ju dogjën duart dhe dëgjuam vetëm që po bërtisnin njerëzit. Babai në atë kohë nxori motorin me njëherë dhe tha diçka është. E ndezi dhe erdhi me njëherë aty ke rruga dhe kur pa, ose kishte edhe shok, komshi, e mori çon në spital me njëherë. Dhe kjo ishte një, si themun, ambulancë. Ndihesha i privilegjuar, rrëfen plot emocion Fermani, pasi kudo që ndodhej ky motor, rrëmbente admirimin e të gjithëve. Babai im më la amanet t'ia dhuroj djalit, tregon 65 vjeçari, por duke patur 2 djem, u vura para sfidës të siguroja dhe një motor tjetër të pati modeli dhe vit prodhimi. E mora të vjetër dhe të ndryshkur dhe sot i kam dhënë pamje krejt origjinale, tregon Fermani. Djali vogël pasaj më thot, ore, po mirë tash, vetëm Bledi do ketë motor, unë mos ke motor. Atëherë ju përkushtova, gjeta një motor të tillë. Kërkova, dikush e ka pasur këtë motor, i kalbur ishte, vërtet, se i pa përdorur, lënë edhe i qik trajtuar keq në shije, kujde unë, edhe e mora e riparova njësoj si ky. Mi kanë kërkuar edhe për t'i bler, thot Fermani, janë shumë të kushtueshëm, por kurse si jo, se disa gjëra nuk kanë çmim.